A keni pyetur ndonjëherë veten sa kohë harxhon në trafik një njeri në Tiranë? Po i them pak eksperiencën sot, u mundova ta filmoj, po jam nisur ditë e shtunë, ditë pushimi, 5.5 kilometra distanca nga aty ku u nisa, deri tani kam 1 orë e 7 minuta në trafik. 1 orë e 7 minuta. Po s'është e gjitha kjo. Tjetra është që deri tani Google Map më ka futur 3 herë në rrugë që nuk ekzistojnë. O ka shpinë mes të rrugës, ose është ndërtuar në një gjë tjetër, domethënë nuk ka as mundësi, detyrohem të kthehem prap nga fillimi, dhe tani kam marrë Google Map prap, shifeni. Tani Google Map më thotë që kam edhe 11 minuta tjera, pra në total i bie të jetë 1 orë e 18 minuta 5.5 kilometra, por nuk e di sa do shkojmë në këtë pjesën ku shife, është e kuqe fare. Dhe radha e makinave është e gjatë pa fund në këtë drejtim, se hap dot aq e gjatë është. Një njeri mund të shpenzoj më shumë kohë në trafik se sa në punën e tij efikase në Tiranë. Unaza i ka daljet katastrofë, po hyre në Unaz nuk del dot. Do ju tregoj biles është me kilometra radha e gjatë për të hyrë në Tiranë, kështu që duhet mësojmë me këtë. Edhe qytetet tjera e kanë, fakt po Tirana e ka tepruar.